Mi mbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodhin. Ashtu si që thash para 2 ditëve që brenda 28 tetor do ndodhem në Tiranë. Kam erdhur. Të dashur shqiptar, a i shgoni hartën, ne kemi thënë gjithmonë sepse erdhi koha që Shqipëria të bëhet me kufij natyror. Pavarësisht se koha sot është shumë e rrezikshme për Evropën, po jo për Shqipërinë. Si që kam thënë gjithmonë dashur shqiptar që lufta e tretë ka filluar ka kohë, por do filloj shumë keq, është me ditë e do ftaje me orë. Por nuk do gacmohet as Shqipëria, as Maqedonia, as Malizi dhe as Kosova. Të dashur shqiptar, ne kemi krijuar qeverinë teknike, kemi kohë. Jemi gati për të shërbyer shqiptarëve. Jemi gati që të jemi shërbëtorët e shqiptarëve, të 13 ministra dhe 3 drejtori që u kam thënë gjithmonë. Të dashur shqiptar, vërtet janari dohet shumë i nxehtë. E kam fjalën për çështje politike, sepse do arrestohen ashtu siç kemi thënë që të gjithë, pa përjashtim. Nuk janë 1, nuk janë 2. Dhe non gratat kanë erdhur sot në mëngjes. Spaku është gati për t'i thënë se kush janë non grata. Aty nuk janë vetëm politikanë, po janë gazetarë, janë moderatorë, janë të quajtur analistë, të quajtur avokatë që dalin me gjithë televizorët e tyre. Të gjithë televizorët janë këtu 5-6 televizorë si Klani, Top Channel, News 24, A2, të gjithë televizorët, Vizioni Plus, televizori Meksit. Këto televizorit dashur bashkëdhetar shqiptar më në krye moderatorët janë anti-shqiptarë, janë shqip-folësit që e kanë ngatruar Shqipërinë për 35 vjetë. Çfarë nuk kanë bërë për të ulur autoritetin e shqiptarëve? Shqiptarët e mi, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e 97% dhe 3% do t'jenë burgjet. Neve kemi thënë dhe mbajmë fjalën, ne do hapëm burgjet e Shqipërisë të dashur shqiptarë, sepse në burgjet e Shqipërisë janë për një cigare, për një dritë, kanë hapur një pustë të pinuj, kanë hapur që të bëjnë perime, nuk i ka lejuar. Këta janë në burgjet e Shqipërisë, si në Fier, në Korçë, në Durrës, në Rokozhin, kudo që janë burgjet. Pra, të dashur shqiptarë, këtu është hapur propaganda që këta gjoja do bëj qeverinë teknike. Jo, ne kemi bërë qeverinë teknike. Ne jemi zyrtarisht, pavarësisht se ç'thon këta. Pra, të dyja partitë, si Berisha dhe Edi Rama, e pat vetë, ne e sualëm në atë gjendje që të shihni se këto 2 parti janë shqip-folësit dhe anti-shqiptarët. Pra, të dashur shqiptarë, Amerika është me shqiptarët, me 97%. Amerika ka 100 vjetë që ka bërë planin për Shqipërinë me kufi natyrore. Për të bashkuar Shqipërinë, për arsye se Shqipëria janë njerëz më intelektual, jemi një racë, jemi një komb, jemi një racë e bardhë, jemi raca më intelektuale që ndodhet në këtë glob. Kjo është me sa e vërtet, për arsye, mbas 90-s që kanë ikur emigrantët, si Qypën në vapor, korrik 1, korrik 2, 3, 4 dhe deri më 7, sot fëmijët e tyre janë nga 20-30 vjetë. Din nga 5-6 gjuhë në përbot. Por, autoritetet e tyre kanë ullur ambasadat shqiptare. Ambasadat janë vetëm për droga, për të ullur autoritetet shqiptare, për të bërë tregti me ministrat e Evropës. Pra, dashur shqiptar, ju e shihni hartën, por arrestimet që i kanë ndaluar, si që kam thënë para, është një gjykat që quhet gjykata e kushtetute. Janë 5 veta dhe unë po i lajmëroj sot të 5 që shihni ju këtu. Të 5 të Soros, të 5 anti-shqiptar, të 5 dove në burg, dosjet e tyre i ka spaku tani, dhe unë u them, ata që kanë lënë datën 22, keni bërë shumë gabim. Dilni sa më parë, që të ullet pak dosja e juaj, se dosja e juaj është e sterruar. Ju keni penguar arrestimet qëllimisht, sidomos ai pari Genci Ibrahimi, ai është një i Soros, ai është një anti-shqiptar.
A i ka punuar për sorën e sorëllapët e tia. Pra, të gjithi kemi me radhë. Bejta, burri saj është gazetar. A ishtë non grada, dashur shqiptar. Burri asaj, betës, është non grada. A i delte gjithmonë në televizor klani. Anti-Amerikan. A i kur është anti-Amerikan dhe e shoqja pa tjetër është anti-Amerikan. Sidomos Beci, edhe a i. Pra, Semini, edhe Papa Jorgji. Papa Jorgji, dashur shqiptar, që gjithë këta e bën qëllimisht për të molestuar Balluku. Balluku do arrestohet. Minuta. A ka marrë formë të prerë, s'ka më kuvete. Qëllimisht, Spaku ka të drejtë të arrestojë urgjent. Pra, dashur shqiptar, nuk i arreston me policia, po i arreston FBI-ja, Byroja Kombëtare. Byroja Kombëtare dhe Spaku paguhet nga Amerika, nga taksat e Amerikës, nga taksat e shqiptarëve që punojnë kanë 30 vjetë që kanë vajtur në Amerikë. Janë mbi 300-400.000 shqiptarë të dashur shqiptarë në Amerikë, Kaliforni, Florida, më çdo vend, Pennsylvania, kudo, në New York. Pra, unë u them njëherë zotnive, mos e lini për datën 22 urgjent, për ndryshe ju do arrestoheni, ju do mbani përgjegjësi penale, po dhe përgjegjësi personale, familjare, sepse ju keni dëmtuar kombin e Shqipërisë. Ju quheni gjykata kushtetute. E cila kushtetut jeni ju, më zotni? A para ca koha ai presidenti, është kryetari i kushtetutës, a e prishi ai për herë të parë? A here? Po e pengoni për arsye se ju keni fituar para nga Edi Rama, keni fituar para nga Sali Berisha, nga Ilir Meta, nga kryetari i Bashkisë të Tiranës që është burg. Pra, dosja e juaj, po e flas me kompetencë, është shumë e rëndë. Të gjitha këqijat që keni bërë këtij kombit jeni ju. Ju keni bërë 7500 njëshin. Ju po shkatroni shqiptarët. Ju po i lini shqiptarët pa bukë. A e di shqiptarë se sa para mjeni ju? Mbi $8.000 në muaj. A here shqiptarët janë pa ujë, janë pa bukë, pensionistat marrën $80, sepse kanë punuar në për kooperativat dhe firmat, ashtu ka qenë Shqipëria. Dhe akoma ashtu është. Pra, e njerë po u them, sidomos Genti Ibrahimi, mblidhe mendje Genti, që do përfundosh në burg. Dhe do të shohë si është burgu. Nëse nuk e di si është burgu, bej një telefon në shko, shpjeri një paket cigare Ilir Metës. E thot Ilir Meta, o kryetari i Bashkisë, Velia, të thot si është burgu. Pra, ti ke qenë më çdo vend, ke qenë edhe në gjyqin tjetër më përpara. Pra, ju zotni, që keni penguar arrestimin e Ballukut, keni penguar shumë arrestime, nga PD-ja keni filluar akoma arrestimet, ju po i pengoni. Ministrat kanë vjedhur kohën e Berishës, kanë hotele, kanë vila, më çdo vend, që nuk mund të bësh dot një vilë, pra ata janë bashk me ju. E ju do mbani si thash përgjegjësi personale, përgjegjësi familjare, përgjegjësi edhe me fëmijët tuaj. Sepse e keni gatruar Shqipërinë, e keni dëmtuar Shqipërinë. Pra, duhet dini një gjë. Amerika e do Shqipërinë. 97%. Nuk është sot. Ka 100 vjet kur ka ardhur ambasadori në 1922. Ishte për plan dhe Amerika duhet dini një gjë. O popull, o shqiptarët e mi, kudo që ndodhin. Amerika është një shtet më i fuqishëm në botë. Si armatime, si nga fondet. S'ka si Amerika. Unë kanë thënë përpara disa më kanë bërë kritik pse kam thënë Amerika është zoti, sot që ndodhet në këtë glob. E pra, e pasi e mori presidentin me njëherë në gjumë, brenda 4 minute. Pra, Amerika është aq në gjendje sa po të doj, presidenti që e quar juve të Kinës, joja i fuqishëm, për 10 minuta e merr nga kravati. Pra, Amerika është me shqiptarë. Amerika është kudo, me çdo vend, me çdo cep, me çdo kodër, është Amerika për të mbrojtur Shqipërinë me kufinë natyrore. Siç e thash, Evropa do dëmtohet jashtëzakonisht.
Të dashur shqiptarë, ne kemi patur armi tonë shekullor, Francë, Englezët. A e mbani mend dashur shqiptarë, në luftën e dytë botërore, Churchilli, ish kryeministri i Englezëve, bashkë me Stalin, e firmosën dhe e coptuan Shqipërinë. Dhe mendojnë përsëri, na kanë sjellë këtu një, edhe iku me njëherë, gjoja e një filozofe, gjoja e një intelektual, një Lela Hypi, ju më të shihni e fotografi. E kini më të majtë, kur e shgon drejt, është Lela Hypi. Ajo është me pseudonim dashur shqiptare, ka 4 emra të ndryshme. Dhe më të djathtë, shihni një tjetër kokalari, edhe shkruhet La Fazane Amerikane, të dashur shqiptar. Në Amerikë vinë truj, vinë gur, vinë hekur me vapor, lloj-lloj fytyra. Eva Kokalari ka ardhur nga Greqia, dashur shqiptar. Po unë po a them si është historia e Amerikës. Amerika është një vend që vjen emigracioni. Është një tokë e bekuar. Çdo njeri vjen, e merre green cardën, mund të marrë në shtetësinë, por ata njerëz që flasën kundër Amerikës, ajo pasaporti griset. Ashtu si Eva Kokalari, ajo s'është fare amerikane. Ajo le të thot njerëz sa para i ka marrë Berishës që rrinte me Berishën. Sa miliona dollar ka marrë. Edhe si e ngatrovi senatorin e New Yorkut, që sot ai s'është më senator. Pra, dashur shqiptar, englezët na i dërguan një, do me thënë se i donte Berisha dhe Edi Rama, Lela Hypi, thonë një intelektuale, një filozofe, ja ku ka dalë fytyrën e saj aty. Shqiptarët nuk ka nevojë për filozofinë marksiste, leniniste. Englezët njëherë na coptuan. E në luftën e dytë botërore i dërguan këpucët vetëm me të majtën, qëllimisht që të coptoshe Shqipëria. Unë u them englezëve, rrini urtë, se nuk është më koha e juaj. Sot është koha e shqiptarëve. Shqiptarët dinë se ç'bëjnë, janë në Amerikë, janë në përvendet më kyçe që ka ekzistuar. Pra, Joela, edhe unë e lajmërova Pardije, largohej thash se po t'jesh, ajo do arestoshe sot. Por iku urgjent, iku përsëri në Ingilterë. Të dashur shqiptar, 2 partit, si PS-ja dhe PD-ja, ne i kemi coptuar. Unë u bi thirrje dashur shqiptar, kudo që ndodhen antarët e PD-s që janë të zhgënjyer për 35 vjet, që s'kan marrë pasuritë e tyre, po i kanë quajtur PD-ja, e kanë quajtur ish pronarët. Jo, ata janë pronarë. Të dyja partit që kone Nanos edhe Berisha, Edi Rama nuk ka qenë atë kohë, që kur e bën 7500 për të coptuar Shqipërinë, për ta vjedhur Shqipërinë, për të mirë pasurit që i kanë bërë me Flori, që i kanë bërë duke punuar në mërgim para 100 vjetëve. Ato pasurit, dashur shqiptar, ju do t'i mirëni. Jo vetëm ato, po do mirë dhe demin që ka kushtuar të kohën e komunizmit për 46 vjet, dhe demin që është për 35 vjet do mirë çmimin. Të gjitha parat që kanë mbledhur këta zotnit, do t'jenë tuaj. A i shihni në foto, dashur shqiptar, si duket, sikur ka dalë nga çmendimi. Ky është kryeministri Edi Rama. I kam mbledh të gjithë. Dhe do shgoni foton tjetër, dashur shqiptar, që është dhe ambasadorja, ajo quhet ambasadore, pavarësisht se si e quajnë këta. Pra, dashur shqiptar, edhe ku e ka dhënë ambasadoren afër zvenc kryeministres. Edi Rama mbi të gjitha vedote do tremte Amerikën. Kështu e bëjnë kur u vjen ngorrja. Kur vjen ngorrja, zi se ç'flasën. Do shkojmë, do bëjmë me Kinën. A pyesëm ne për Kinën, më dashur shqiptar?
për marrëushgat e Kinës. Amerika, si që thash më para, është një zot e fuqishme. Amerika do të bëj Shqipërinë me kufi natyror. Kur them Amerika, unë që jam në këtë tavolinë këtu. Nuk dua ta përsërit një herë dashur shqiptar. Unë sa u ktheva nga misioni tim, ishe në Washington për 3 ditë, bilem dola që ande, pra ande ishe në Evropë, ku unë kam folen, ku unë kam vendin që kam punuar tërë jetën time për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore, për të mbrojtur kombin e Amerikës atë tokën e bekuar, e mbroj me gjakun tim, sepse 6 stërgjysht e mi para 300 vjetëve kanë qenë në Amerikë. Vërtet Amerikën e gjetën të tjerët, por aman financët që ja ka dhenë janë shqiptarët, që kanë financuar. Arritën në atë gjendje sa dhe babën e George Washingtonit e martuan me një grua shqiptare. Dhe George Washingtoni është djalë shqiptar. 4 Amerika ka patur presidenta që janë me gjak shqiptari. Pavarësisht se për 200 vjetëve, por janë me gjak shqiptari. Pra dashur shqiptar, Edi Ramën duan të arrestojnë, se duan të bëjnë rëmuj. A e keni gjuar këto ditë, del Berisha, kam ledh disa mizakali, gjoja janë kryetar partije, që s'kan as parti, po i kam ledhur dhe i mbledh bashk për të mbrojtur veten e tia. Dhe thotë do bëjmë qeverinë teknike. Ata janë drejt burgut dashur shqiptar. Vërtet unë ka thënë ka 5-6 muaj do hyrë sot, do hyrë nesër, kanë hyrë në burg. Por aman, ky muaj është përfundimi i çdo gjë. Ky muaj është përfundimi i arrestimeve në Shqipëri dhe fillimi i luftës të ashpër për Evropë. Nuk do bëhet në Shqipëri, nuk do bëhet në Maqedoninë tonë të Aleksandrit, nuk do bëhet në Kosovën tonë, thelbi i shqiptarëve, nuk do bëhet në Malin e Zi, princat e Malin e Zi të Shqipërisë, pra do bashkohemi të gjithë, do bëhemi bashkë. Unë i bi thirrje gjithë shqiptarëve, kudo që janë në përbot, e janë i shqiptarë, e janë i se dini nga 3-4 gjuhë, pamarësi se prindrit tuaj që lozën domino gjithë ditën, e kanë lyer gishin diku, edhe u vjen turp. Por flasin njëri me tjetër duke luajtur domino. Pra, e janë i dashur shqiptarë ju të rinj. Unë u bi thirrje Kashit, televizorit TV Shpresa, e janë i sa më parë, mos hajdin për Pilinqin, e janë i për veten tuaj, e janë i t'i shërbeni kombi tuaj, e janë i se pasurit që janë këtu do t'i keni ju. Unë e di më mirë se ju, emigracioni shumë i hidhur. Unë kam 51 vjet në Amerikë. Emigracioni shumë i hidhur dashur shqiptar. Sidomos për shqiptarët, sepse në për Evropë që janë shqiptarët, tallen qeveritarët e Evropës. Ja hedhen pasaportën. Edhe kur vjen avionet që vjen nga Evropa, tallen me shqiptarët. Sepse nuk ka ambasadë, sepse nuk ka qeveri që t'i mbrojë, sepse ambasadat që janë në gjithë botën të Shqipërisë janë ambasadat që bëjnë tregtim me droga. Janë ambasadat që t'i vjedhin shqiptarët. Nëse do një shqiptar ka nevojë për do një letër, për do një firmë, për do një certifikat, martese, për fëmijë, për lidhjet, nuk ja japin, po i thonë jemi mbyllur që t'i japin para. Vetëm kanë grabitur para. Po të gjitha parat dashur shqiptar. Mos u duket e çuditshme, është realitet. Të gjitha parat për 35 vjet që i kanë bërë do t'jenë tuaja. Të gjitha vilat që janë në Përkodër, në Bregdet, janë 1.200.000 vila dhe hotele vetëm në Bregdet. Palere, shikoj në Tiranë, me çdo kodër, ka arritur deri në Dajt, janë bërë vilat, ato do t'jenë tuajat të dashur shqiptar. Edhe një gjë duhet ta dini dashur shqiptar, të gjithë ju që keni marrë para në përbank për të shtëpit tuaja, mos hipni asnjë peni, sepse ato nuk janë banka të rregulla, ato janë banka korrupsioni.
Ato janë bagat e hajdutve të ministrave tuaj, të ambasadorëve tuaj që vinë këtu nga gjithë shtetet e botës. Të gjithë ata që vinë këtu, vinë pa brek dhe këthejnë me valigje me para. Të gjithë, sidomos ambasadorët, që të quajtur ambasadorët e Bashkimit Evropian, kanë erdhur këtu, kanë vila dhe hotele, do t'i kini ju, dashur shqiptarë. Ne do bëjmë ata që do çuditet Evropa, nga burgjet që do hyjnë tër këta. Në Amerikë, të dashur shqiptarësh, ligji ashtu do bëhet edhe këtu. Nëse ti merr $100, ti del para gjyqit se je president, se je ministër, se je kryetar bashkie, ti shkon drejtje në burg. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e 97% të shqiptarëve. Mos dëgjoni dashur shqiptarë që vinë dhe do thonë, do bëjmë me qeverit teknike me tërë. Jo, e kemi bërë qeverin teknike. Ne jemi gati për shkuar në zyrat dashur shqiptarë. Po me kja se ju do një arestimet, të ditë do arestojnë dhe gjithë. Do arestojnë Berisha, familjarisht. Do arestojnë Edi Rama, familjarisht. Do arestojnë ministrat e Berishës, zvendës ministrat e Berishës, drejtorët që mlithin parat në tërë Shqipërinë, do arestojnë. S'kan filluar nga PD-ja, të quajtur PD, po s'kan më PD. S'kan filluar arestimet. Ata kanë vjedhur më shumë, sepse kanë qenë. Pavarësisht dhe këta të PS-s, kur e pan të PD-s që vithin me metro kub, e këta filluan të vithin me metro kub. Si zvendës kryeministra, që thot ka 30-300. Të dashur shqiptar, janë me mira vila që kanë çdo ministër. Ai Peleshi, kryetari i quajtur i Kuvendit Popullor, ai duhet të arrestohet urgjent. Janë të gjithë në listë për non grata. Janë vetëm të quajtur gazetar, moderator, analist, të quajtur gjoj avokat që dalën me të gjithë të televizorit këto ditë, janë për të arrestuar dashur shqiptarë. Pse gazetarë nuk i pyesën, këta gazetarë të rinj, po këta kanë frikë. Këta janë shpresë e kombit, këta që janë në teren. Ti pyesën, kur thot Berisha vuajnë për bukë, po ti thot, sa vila kishe ti? Ku i ke gjithë ato parat? Kush i këta kullat? Ku i ke ti Edi Rama kullat që dije erdhe me çrapje të grisura? Tamam si shta nanua, me thonjë të paprerë, se flinjen në për urat për urat e Parizit. Pra, të dashur shqiptar, unë erdha prapë të dalë para jush dhe jam këtu, deri në minutës sa ne të shkojmë në qeverinë e re, në zyrat e reja, ne jemi gati, por akoma unë bi thirrje të dashur shqiptar. E njeru bi thirrje të gjithëve kudo që ndodheni në Evropë, në Amerikë. E janë sa më parë, na duen ambasadorë, na duen lloj, na duen zvendës ministra, na duen drejtora, na duhet policia të dashur shqiptarë. Mos keni hallë se do ikin policia, jo. 20% po, do ikin. Janë shefat e tyre. Ata që kanë vjedhur, sepse policia të dashur shqiptarë janë slevë. Policia 1, pensionistët 2, dhe arsimi 3, profesorët e mësuesit janë slevë të dyve partive. Paguen llogaritë e pensionisti merr $80. Llogaritë sa marrën këta në parlament. A i shini kush është deputet dashur shqiptar, minjorante që ka ekzistuar Shqipëria. Pra, e janë sa më parë, ne zyrat tona në hapur të dashur shqiptar, që në orën 9:30 dhe në orën 6. E janë të regjistroni për punë. E janë të vini sa më parë. E janë kush ka ide dhe intelektual për ambasador, kush ka për polici. Ne kemi kërkuar 3 drejtori dashur shqiptar. Drejtorinë e policisë, drejtorinë e FBI që sot quhet Byroja Kombëtare, drejtorinë e inteligjencës që do mbroj kombin e Shqipërisë dhe tokën e bekuar të Amerikës. Të dashur shqiptar, duke shaka, Amerika është me shqiptarët. Unë nuk kam thënë dhe më përpara që lufta e tretë do bëhet shumë keq, po jo për shqiptarët. Po e shihni vetë, Irani ka që në mëngjes sot i ka ngritur gati. Turqia po ashtu. Do zjej
Evropa, dashur shqiptar. Vërtet është dimër, por lufta gjithmonë bëhet në dimër, dashur shqiptar. Po aman duhet shumë nxehtë për politika kudo. Do dëmtohet shumë disa shtete, ato shtete që na kanë coptuar neve, na kanë bërë fije. Kurse ne tash kemi Chelsea. Nuk e kanë me Chelsea as Franca. Franca është armiku më i madh i Amerikës. Jo sot, po unë e di që 51 vjet. Pra edhe englezët, pse nuk hynë në Bashkimin e Evropës? Hynë, po dual. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e shqiptarëve. Tini krenar që jeni shqiptar, sepse toka e Shqipërisë, kjo toka që ka luftuar me shekuj, ky flamuri që është i kuq nga gjaku që është derdhur, nga patriotët e Shqipërisë, veriu, jug, lindja dhe perëndimi. Unë i bi thirrje Tropojës, Mirditës, Kuksit, Dibrës, Lezhës, Shkodrës, të Kulturës, Korçës, që Korça ka qenë dikur para 100 vjet, qyteti mi intelektual se Franca, dashur shqiptar. Në Korçë beshin kapelat e Republikë, në Francë shiqin. Pra, erdhi koha e shqiptarëve, erdhi koha e intelektualëve, mos kini frikë, dashur shqiptar, mos dëgjoni këto partit që ka dalë gjoja bit demonstrat para kryeministrit, ata janë të Soros, dashur shqiptar. A janë të dy partive. Ata duan si ta shtyn dita ditën, por nuk shkyet me. Kartat e kus mbanë me. Do arrestojnë që të gjithë, dashur shqiptar. Këto ditë do t'i shini. Pavarësisht se gjykata e Kushtetutës ka thënë në datën 22, do arrestojnë para 22. Shumë, do me thënë, ish ministra, pra Edi Rama edhe pat vetë, pa pik turpi, foli kundër Amerikës. Ka folur kundër Amerikës. Po si mund të flash kundër Amerikës? Që Amerika e shpëtovi Kosovën. Amerika bombardonte Beogradin. Pra, të dashur shqiptar, ne jemi gati për të shërbyer juve. Ministrat që kanë caktuar janë shumë të aftë. Do të shërbejnë ju. Pra, e njëherë, unë paralajmëroj gjykatën e Kushtetutës. Dilni sa më parë, për ndryshe ju do vini në burg. Shumë gjyktar, dashur shqiptar, do vjen në burg. Shumë avokat do vjen në burg. Shumë prokuror do vjen në burg. Të gjithë ata që dalin për televizor, ata janë milionerë. Kurse shqiptari nuk ka bukë të hajë. Kurse pensionisti nuk ka ujë të pijë. Shpresa e kombit është kjo. Shpresa e kombit ka 100 vjet që është përgatitur të dashur shqiptar në Amerikë. Që kur ka ardhur ambasadori i parë me 1922. Dhe deri më sot, po që fatkeqësi, sepse do bëshe Shqipëria me kufi natyror, po luftë e dytë u largua ambasadori, hyri komunizmi, do me 46 vjet, 35 vjet me këta, bin 82 vjet dashur shqiptar. 82 vjet Shqipëria, populli shqiptar, ka qenë sllev. Si në kohën e kooperativës, punon të natë ditë, pa bukë, zbathur, në për kënetat, myzeqarët, thanë kënetat, sot myzeqarët marrën nga $80. Kosovarë të dashur, e janë i sa më parë, e janë në Shqipëri, e janë se ju një shqiptar, të dashur shqiptar. Ja që kanë bërë ju 35 vjetë, një Kosovar po të vinte në Shqipëri, t'i bente pashaportizimin në shtetësin, do të $5.000. Ka bërë vaki do njërë më vend të botës, që shqiptarit i thonë të besh në shtetësin, kurse këtu kanë bërë Izraelin, kanë bërë Pakistanin, i kanë bërë në shtetës, kanë bërë Rusë, por ne brenda 24 ore, atë ditë që ne shkojmë në zyrët e reja, do të hiqet në shtetësia. A e mbani mend, jo në laton dashur bashkëdhetar, një agent, një kolonel, që s'ka qenë prift një të t'i kur, atë e bëri Ilir Meta me njëherë në shtetës. A i pati fatin që vdiq, sepse në kali Skënderbeut kishe litarin. Ne do bëjmë pak gjak dashur shqiptar, që të venë mënd, që ta di bota që ne jemi shqiptar. Po unë kërkoj bashkimin e Shqipërisë. Unë kërkoj vëllai me motrën të afrohen.
kanë futur sherrë dashur shqiptar në familje, kanë darë vëllan nga vëllau, kanë darë motrën nga vëllai, me atë 7.500. Ka futur sherrë, kanë darë familjet e në Evropë, shqiptarë, e binë qëllimisht, kanë mbyllur shkollat dashur bashkëpunëtar, që të lejnë kulturën mbrapa, sepse duhet kultura mbi të gjitha. Kjo është qëllimi që ne ditën e parë që të bëjmë, duhet kthehen profesorët e vjetër, le të jenë pensionistë, do paguhen shumë mirë, por ama që të bëhen shkollat siç kanë qenë dikur të forta. Do vjen policia, po do marrin $1.200 më 2 javë dashur shqiptar. Po arsimi ashtu. Po do marri $600 pensionisti. Pensionistët që kanë punuar në për kooperativa e në ferma, do marrën. Kurse ata që kanë qenë të sigurimit dashur bashkëpunëtar, ne do t'i lëm pa pension. Ata lozën domino gjithë ditën. Ata bin dallavere e rrinë me ato kapelat republike, sepse marrën pension doppio. A e shini dashur bashkëpunëtar se këtu thonë janë 800.000 pensionistë, jo, janë 420.000. Marrën pension, gjoja pensionist, kanë vdekur të tjerë. Ata i mbajnë sekserë, gjoja për vota. Shqipëria s'ka votuar asnjëherë drejt për drejt. 82 vjetë. E para here që do votojnë 80 deputet dhe 41 senator. Kjo është qëllimi i qeverisë teknike për 3 muaj. Ejani, kush e ndjen veten demokrat, ejani. Nuk ka socialist të dashur shqiptar e demokrat. Nga e keqja njerëzit, vëllai hynte me demokratët gjoja, tjetëri e motra hynte me PSN, për interes, kishin të drejtë, kishin në hall. Po shqiptarët nuk e duan kur komunizmin, si që ka dërguar atë Ela që e quajnë, që erdhi, një bolshevike. Po që ne me bolshevike do miremi akoma, pra atë zonjën që e bëjnë filozofe, edhe në për televizorit e tyre, e nxinin një filozofe që na ka ardhur nga Inghiltera, një profesore, aja është profesore marksizmi. Marksizmi ka vdekur ka sheku, që kur ne rrëzua muri e Berlinit, iku komunizmi dashur shqiptar. Shqiptarët kur se kanë dashur komunizmi, sepse atë ide që ka ajo zonja, me bolshevikët, me marksizmin, marksizmi në Shqipëri 46 vjet vrau Mirditën, vrau Tropojën, vrau Labrin, vrau Kuksianën, i vravi intelektualët e Shkodrës, intelektualët e Korçës, të Labris, i vravi, më në fund, a i marksizm që mendonte kjo, vranë veten me Meqeu, Kadria Zbiu, Hysni Kapua, e vranë veten e tyre, që s'kishin me, i vranë patriotët, binte tyre, i futën për burgjet, niprat e stërnipat në përkampin e intrenimit, i gjithë Shqipëria ka qenë kamp intrenimi. Punonte natë ditë në kooperativët dhe punonte natë ditë vullnetar bënte e kurudhët. Pse s'ka e kurudhë dashur shqiptar? Ju e dini fare mirë, sepse u ashesën naftën $2. Naftën ne do të i bëjmë me shtrenjta do ketë litra 35 cenca. 35 cenca dashur shqiptar. Nafta toka shqiptare ka naftë. Po a e shini që bëhet në firë? Po dili shikoni dashur shqiptar, që më 5 të darkës, deri në mëngjes, 10 tren nga Fieri shkojnë për në Vlorë. Ku vete nafta? Nafta e Shqipërisë. E pra, Kosova e merr në Shqipëri naftën, e shet 99 cenca. Maqedonia e shet akoma më lirë, kurse në Shqipëri, partia e Berishës dhe e këtij Edi Ramës, $2. Qëllimisht nuk bën tren, që të hargjojnë naftën, paguajnë para të u prishën. Leqe nuk është edhe naftë, është 30% me ujë, u prishën makinë. Pra dashur shqiptar, nuk është shaka. Piliçi nuk thot gjëra të kota. Të gjitha vilat që janë në përkodrat, të gjitha hotelet që janë në Bregdet, do t'i marrën shqiptarët. Juve nuk u besojnë. Një i ri me një të re do të marri 2-3 hyrje, gradis. Në të gjitha kullat që janë në Tiranë, o kullat kudo që janë në përqytete, do t'i këthejmë vetëm për të rinj që të martohen, që të gëzohen një ditë.
Të gëzohet baba kur ta shohë të birin e të birin që të martohen. Po ku vend sot? Pse nuk martohen? Është qëllimisht dashur shqiptar. Këta kanë vila, kanë para me metro kup, kurse një i ri nuk ka para të marrë një shtëpi. I kanë bërë qëllimisht $1 milion, thot, një shtëpi. Ajo zbras 10.000, 1 milion, thot, që bëjnë pastrim parash. Pra të dashur shqiptar, e ani që u erdhi dita juaj. E ani, bëni sakrific, ashtu si që po e be unë. Bëni sakrific si janë vullnetar këtu ministrat. Bëni sakrific si që bën shpresa e kombit, për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Unë bi thirrje kosovarëve. Ngrini flamur shqiptar. Edhe qeverisja në Kosovë nuk ka për të bërë. Po mos ngriti këtë flamur. Dhe këtë flamur, se ky flamur e shpëtovi Kosovë. Po mos ngriti të kryqëzuar të dyja, nuk ka për të bërë qeveri. Kurti, nuk ke për të bërë. Kur se ke për të bërë. Ndëroje flamurin. Nuk është koha me marksizmin. Nuk është me koha e kooperativës. Sot është koha private. Është tëra jo Amerikë të dashur shqiptar. S'ka asgjë në dorë, vetëm ushtrin. Të gjitha janë private. Të gjitha private, qa she mbi atë tokën e bekuar të Amerikës. Pra dashur shqiptar, ligji është ligj. Ne ligji që po bëjmë këtu e kemi bërë tamam si kushtetutë e Amerikës. Unë njerë i pyes shqiptar, vëllezër shqiptar, kudo që ndodheni në botë, në Shqipëri, në Evropë, në Amerikë, kudo, e në Azika, e në Kinë ka shqiptar, a jeni dakord për qeverin me ne, qeverin që kemi krijuar, qeverin që ta bëjmë për 3 muaj, që zgjedhen 80 deputet, 41 senator, që të zgjedhen që të dalin njëherë shqiptari të votoj me dorën e tij. Jo me të emëruar nga rusët, nga sërbët, nga grekët. A e shihni grekët s'po bi shabatish. Pra dashur shqiptar, jeni dakord me kushtetutën amerikane. A jeni dakord me qeverin që ne kemi krijuar, qeverin teknike? A jeni dakord që ju të votoni të lirë, të jepni votën kur keni dëshirë? A jeni dakord ty që të bëhet vetëm me president, jo kryeministër, me vota të lirë, kush që zoti ta fitoj? U lutem, e ani, nuk ka mos u vi rënd se keni qenë me socialistën o me PD-n. E ani ju i një shqiptar, ne duam bashkimin e shqiptarve, 97% të bashkohen. Ne duam që shqiptarë të takojnë, ne shumë shpejt do bëjmë një meqirinj, do mblidhemi në Tiranë, mund të vini nga të gjithë Tirana, nga gjithë Shqipëria, nga gjithë Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, e nga Çamëria, që janë akoma të vjetrit që ndodhen në tokën tonë. Pra të dashur shqiptar, thirrja ime është, e janë sa më parë për veten tuaj. E janë sa më parë të gëzoni nipra dhe stërnipa. E janë sa më parë të takojni vëllai me motër. Të takohet komshia me komshin. Mjau keni hyrë në sherrë për 7500 njerëz. Për një pul po vritet njëri tjetër. Unë u bi thirrje të rinjve, ata që kanë me motor cikleta që ka futur këta. Mos vrisni shqiptarët, që do jini për burgje të rjetë. Nëse e urdhon një qeveritar, një deputet, vrajnë atë më mirë. Jo të vini të vrisni njerëzit, për hatrin e tyre. Neve shëgojmë çdo gjë dashur shqiptar. Ne në Gjilper, u kam thënë, në majtë dajtit, ne dim ku është Gjilpera. Ne të gjithë për 32 vjetë. Unë e zë 32 vjetë që në kone Berishës. 35 vjetë që në kone Rami Salis që më 90. Këto vite janë coptuar shqiptarët, janë vjedhur, janë vrarë, janë poshtruar, u kanë hypur në qafë dashur shqiptar rrugatshëria. Ku jeni? Veriu, jugu, veriu që e vrau komunizmi, verin që e kanë shkatruar, keni zbritur, keni erdhur në Tiranë për një ditë të mirë, po si do rroni me $80? Akoma kërkon të rini, e janë i prapë. Mos dëgjoni as të dyja partitë dhe i patë, dhe po dalën maraushgat
dhe mizat e kalit. Kanë hapur YouTube, shumë njerëz dalën në YouTube dhe flasën në emër të partive, asnjë parti s'kan. Të dashur shqiptar, përsëri jam nesër në orën 6. Nëse keni ndonjë pyetje, e njëherë u pyes, a jeni dakord me Kushtetutën amerikane? A jeni dakord për 3 muaj? Ne e kemi krijuar qeverinë teknike, po të shkojmë në zyrat e reja. A jeni dakord me president? A jeni dakord që të keni 80 deputet dhe 41 senator? Amerika është me ju, ky flamuri është kudo, të dashur. Kudo i kemi njerëzit. Kudo. Do t'i shihni vetë. Mua më kanë erdhur gati 114 ushtarak të dashur shqiptar. Janë kolonela, janë majora, janë edhe disa 4-5 janë gjeneral. Kanë erdhur që t'i shërbejnë. Unë kam shpresë ke ata, sepse ata janë ushtarak që kanë bërë shkollë dhe i kanë nxjerrë PD-ja jashtë. I kanë nxjerrë dhe PS-ja janë në për rrugët e botës. Pra, natën e mirë dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim nesër, dhe Edi Rama, o socialist që thoni, ja pra si e nxori fytyrën në shesh, akoma thot të ve me marksizmin, bolshevik me Kinën, me Mao Tse-dumin. Ja pra, ku kanë arritur, po jo Edi Rama. Edi Rama ti e dënuar në Amerikë, Edi, Sali je dënuar në Amerikë, si familje je dënuar. Do t'i shihni këto ditë sa non grada janë, t'i quajtur analist, gazetar, nga këta më të vjetër, që dalën për të. Pra, natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim prap nesër, në qoftë se keni ndonjë pyetje më shkruani, unë do t'u kthej përgjigje për nesër. Natë e mirë dhe miru pafshim nesër, rrini të qetë, nuk ka luftë në tokën tonë, në tokën e Shqiponjave, po ka luftë në Evropë, po jo në Maqedoni, jo në Çamëri, e jo në Maltëzi, e jo në Kosovë. Natë e mirë dashur shqiptar.